Ahmet Zogu është shoqëruar me një nga femrat më të bukura të asaj kohe, cila ishte balerina që ma gjep si mbretin e shqiptarëve dhe pse nuk arriti ta lidhte jetën me të. Njihet vetëm ana zyrtare e Ahmet Zogut dhe pak është folur për jetën e tij private. Ashtu si gjithë udhëheqësit e tjerë, dhe Zogu ka pjesën e tij për të cilën ka ende enigma. Përveç të tjerave, mbreti shqiptar ka pasur dhe një të dashur, e cila ishte një kërcimtare mjaft e suksesshme e nga më të pëlqyerat në atë kohë në Francë, Tanja Vizirova. Tanja ishte me origjinë nga Basarbia dhe Kaukazi, e pasionuar pas densit të Isadora Duncan, ajo arriti që edhe pse shumë e re të hynte në trupën e balerinave foljes Bergeret, shumë në modë në atë kohë në Paris. Ajo shpejt u bë e njohur për hijeshin dhe sensualitetin e saj, dhe të gjithë e thërrisnin La Visarova, një trup i kolum, linjat e të cilit shfaqen në fotografitë e pakta që kishte ruajtur Visarova nga ajo kohë. Në 1929, një pikë takimi çuditshëm do ta lidhte një pjesë të jetës së saj me Shqipërinë. Atë vit, një deputet shqiptar dhe ministri fuqiplot i ambasadës shqiptare në Paris e kishin takuar në mbrëmje. Propozimi i tyre ishte i çuditshëm. Të kërcente në pallatin mbretëror të mbretit Zog, për festimin e përvjetorit të parë të mbretërisë shqiptare. Ajo ishte përgjigjur se do të mendohej, por edhe më pas, në Bruxelles ata përsëri e kishin takuar, duke i folur për një kontratë dhe një shumë të majme. Ç'të bëja, kujton ajo në kujtimet e saj, të interpretoja në Çartala mbretëresha e ciganëve një shfaqje asaj kohe, apo të shkoja në Shqipëri. Në gusht të atij viti, ajo vendos të shkojë në Shqipëri bashkë me të ëmën e saj, të cilën nuk e ndau nga vetja derisa ajo vdiq. Kontrata për angazhimin e saj për festimet mbretërore u nënshkrua në Rom, në konsullatën shqiptare dhe në atë rumune. Mbreti e priti me ceremoni dhe menjëherë i caktoi një besnik të tij, Det Sulin, i cili do ta shoqëronte atë nga do. Pikërisht, ky malsor kishte shoqëruar gjatë luftës së parë botërore komandantin e trupave aleate në Maqedoni, francezin Franchat Desperier. Pra, balerina ishte në duar të sigurta e besnike. Visarova, në kohën kur ajo u njoh me Ahmet Zogun, ishte vetëm 20 vjeç. Zogu ishte shumë i dhënë pas saj. Vajza e re, e cila punonte si balerinë në lokalet e natës në Paris, marrosej pas Zogut dhe dhuratave që ai i bënte. Tanja Vizirova ishte lindur nga një baba polak e nën rumune. Ajo erdhi në Shqipëri me kërkesën e Zogut. Mbreti i shqiptarëve e donte afër vetes. Megjithse, e dashura e Zogut nuk pëlqej shumë nga familja e tij. Tanja ishte shumë ekstravagante për t'i pëlqyer një familje me tradita. Ajo qëndroi si e dashura Zogut derisa ky e kuptoi se nuk kishin të ardhme. Pas largimit nga Shqipëria, Tanja u tërhoqte nga jeta e zhurmshme e Parisit dhe shkoi të jetonte në një fermë bashkë me të ëmën. Gjithsesi, Vizirova u takua edhe një herë të vetme me mbretin e saj, ku u përshëndetën si dy miq të vjetër, kur ky kishte lënë vendin e tij. Si arriti të merrte pushtetin në dhjetor të vitit 1924, a patën ndikim shtetet fqinje në këtë ringritje të mbretit të fundit shqiptar? Çfarë ju premtoi serbëve për këtë ndihmë? Pas rrëzimit nga pushteti të Fanolit, i cili ishte në krye të qeverisë vetëm prej 6 muajsh, në krye të vendit u rikthye Ahmet Zogu. Ishte dhjetori i vitit 1924, kur qeveria e Nolit nuk mundi të bënte ballë presioneve dhe trazirave të shkaktuara në vend në atë kohë. Noli kishte ardhur në krye të qeverisë me revolucionin e qershorit, apo siç e quajnë disa historianë të asaj periudhe, grusht shteti. Rikthimi i Ahmet Zogut në pushtet u cilësua në atë kohë
si rikthimi i legalitetit. Në vitin 1925, u bë president i Shqipërisë dhe mori dhe kompetencat e ministrit të brendshëm. Zogu kërkoi të vendoste një pushtet të hekur, duke parë që ai kufizoi nga disa mbretëri të fuqishme dhe të konsoliduara, siç ishte ajo e Savojës, mbretëria greke, por dhe Jugosllavia në veri. Kërkoi të ishte po aq i fuqishëm. Kështu, në vitin 1928, ai realizoi ëndrrën e tij të bëhet mbret, duke e quajtur veten mbreti i shqiptarëve. Në historiografinë shqiptare, ende nuk është gjetur një emërues i përbashkët. Nëse Zogu erdhi në pushtet në mënyrë të rregullt, apo atë e ndihmuan forcat të jashtme. Historianët gjatë periudhës së komunizmit e kanë quajtur këtë rikthim të Zogut të ndihmuar nga ushtria jugoslave e Krajl Pietrit të Beogradit, duke i premtuar këtij të fundit që do t'i jepte 2 zona në veri të Shqipërisë, pikërisht Grykën e Vermoshit dhe Shën Naumin. Rikthimi i Ahmet Zogut padyshim ngelet një mister për historinë tonë të shekullit të 20. Dokumentet arkivore tregojnë që ka një marrëveshje midis Ahmet Zogut dhe jugoslavëve, por që ngelet shumë e mjergut, duke bërë që si pala mbrojtëse e kësaj teze, por dhe ajo që e hedh poshtë, ta kenë të vështirë të flasin me siguri për një marrëveshje të tillë. Shumë historian japin versionin që Zogu erdhi në pushtet me mbështetje nga jashtë, duke vënë në lëvizje agjentura të huaja, sidomos ato jugoslave, por që raporti midis shtetit të Ahmet Zogut dhe atij jugoslav nuk ka qenë i mirë pas këtij momenti, vënë në diskutim të madh nëse Zogu ka patur apo jo për krahjen e tyre. Po t'i referohemi historianit amerikan Brent Fisher, i cili ka bërë një nga librat më të plot për historinë e mbretërisë shqiptare në udhëheqjen e Ahmet Zogut, ai e cilëson ardhjen e Zogut në pushtet me ndihmën nga Jugosllavia. Menjëherë, me ardhjen në pushtet, Zogu përjashton nga parlamenti të gjithë deputetët e opozitës, shpërndau Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare të Kosovës dhe mori një pushtet të pakufizuar. Në 7 prill të 1939, atrathoi shqiptarët mbreti apo ishte një largim i detyruar, përse komunistët këtë abdigim nga froni ja morën si pikën më të dobët. Sapo nga deti zbarkuan forcat italiane, me të njëjtën shpejtësi nga Shqipëria, largohet Ahmet Zogu. Ai padyshim iku sepse nuk mund të pajtohej me një pushtim të Shqipërisë. Pas disa tentativave që bën italianët që ky të lejonte vendin në duart e tyre, në këmbim të ofiqeve dhe pazareve të paskrupullta, kjo gjë nuk u pranua nga mbreti, i cili, së bashku me familjen e tij, abdikoi nga froni dhe u nis në mërgim. Momenti që atij është kritikuar më tepër është pikërisht lënia e bashkëqytetarëve të tij në mëshirë të fatit. Jo rrallëherë, në praktikën e historisë botërore, mbretërit pasi kanë parë situatë të vështirë, janë larguar të shpëtojnë kokën e tyre. Këtë rrugë zgjodhi dhe Ahmet Zogu, i cili, në moralin e një prisi të denjë, do t'i duhej të luftonte me gjithë shqiptarët kundër okupatorëve fashist. Gjatë periudhës 1945-1990, kjo jo vetëm që u përdor nga komunistët, por u deklamua me të madhe si një tradhti e lartë kombëtare. Cila ishte jeta në mërgim e Ahmet Zogut pas pushtimit të Shqipërisë nga Italia dhe a mendoi ndonjëherë të rrëzonte Enver Hoxhën? Me largimin nga Shqipëria pas pushtimit të kësaj të fundit nga Italia fashiste,
Ahmet Zogu shkon në Francë, duke cilësuar rikthimin e mbretërisë së tij si një mision të pamundur, e megjithse kishte bërë edhe përpjekje për të ardhur. E vetmja gjë që i kishte mbetur mbretit dhe shpurës së tij ishin pasaportat diplomatike që u jepnin mundësi të lëviznin lirisht nëpër Europë. Zogu, në vitin 1944, bëri përpjekjen e fundit për të ardhur në Shqipëri. Në atë kohë, ishin fuqizuar tepër komunistët, të cilët kishin luftuar si në shlirimin e vendit, edhe për marrjen e pushtetit. Kështu, kjo tentativë rezultoi e pasuksesshme, pasi jo vetëm që nuk mund ta merrte më pushtetin nga duart e komunistëve, por as nuk do të kishte më mundësi as të kthehej në vendin që qeverisi plot 14 vjet, 3 vjet si president dhe 11 vjet si mbret. Ai jetoi në Francë duke lëvizur nga një qytet në tjetrin, ashtu si një numër i madh mbretërish të asaj periudhe, që ishin rrëzuar nga froni mbretëror. Jeta e tij, që e quajti vetëm mbreti i shqiptarëve, nuk do të ishte një jetë e lumtur, përveç vështirësive që të jep jeta në mërgim, madje i detyruar. Atë e zuri një maraz trishtimi për shumë arsye. Aka gisht Ahmet Zogu në shumë vrasje që ndodhen gjatë qeverisjes së tij, si u hakmor për vrasjen e Esat Pash Toptanit, që njëkohësisht ishte daja i tij. Gjatë kohës që ka qenë në krye të vendit, Ahmet Zogu është akuzuar edhe si një njeri që ka ekzekutuar kundërshtarët e tij politik. Nuk janë të pakta rastet ku shumë figura historike janë eliminuar në rrethana misterioze. Mjafton të përmendësh Bajram Currin, Hasan Prishtinën, Luiq Gurakuqin, Rizat Cerovën apo edhe Avni Rustemin, për të cilët mendohet se ka qenë vetë porosia e Zogut që të eliminoheshin fizikisht. Po të ndodheshe në opozit me Ahmet Zogun, ose duhet të mërgoje, ose do të ishe i ekzekutuar. Kjo ka qenë shkruar në historinë e Shqipërisë gjatë periudhës së diktaturës. Është vështirë të përcaktosh me saktësi nëse ka një urdhër nga Ahmet Zogu apo jo. Vrasja e të gjithë këtyre personaliteteve të shquar të periudhës së pavarësisë, por dhe pasaj, duhet të ketë një shpjegim. Në zbulimet e fundit të historisë, rezulton se Zogu mund të ketë urdhëruar vrasjen e Avni Rustemit, pasi ky i fundit kishte vrarë në një atentat në Paris Esat Pash Toptanin, që ishte daja i Ahmet Zogut. Është fakt i njohur botërisht që ema e Zogut, Sadia, ishte nga familja Toptana e Tiranës. Prandaj, kjo është aluduar si një hakmarrje e Zogut. Ndërsa të gjitha këto ngelen mistere në jetën e një personaliteti siç ishte Ahmet Zogu, pasi do të duhet një kohë e gjatë që të hidhet dritë e fakte dhe argumente bindse për të gjitha.